Institucioni Radio Televizionit Shqiptar, medias publike që interes ka publikun shqiptar anë mban botës, prekosh është vënë sulme të vazhdueshme në formë gjobvënie nga disa portale. Duke shprehur indignatën për këto akte që dëmtojnë imazhin e RTS-s dhe punën e palodhur të gazetarëve, stafit teknik dhe administrativ, Radio Televizioni Shqiptar sqaron se në portale është publikuar një artikull ku aludohet për transmetimet e njëanshme politike dhe në këtë rast favorizimi i Partisë Demokratike për një aktivitet të ditës së 8 marsit. Ky aktivitet ka nisur në orën 11:52 dhe është transmetuar deri në përfundim të tij. Artikulli aludon se Radio Televizioni Shqiptar në mënyrë të njëanshme ka ndërprerë aktivitetin e kryeministrit Edi Rama, një aktivitet edhe ky me rastin e 8 marsit. Por e faktuar dhe nga transmetimi live stream në Facebook, ky aludim bie poshtë dhe është vetëm një shpifje si shumë të tjera ndaj Radio Televizionit Shqiptar. Aktiviteti i kryeministrisë ka nisur në orën 11:06 dhe është transmetuar pa ndërprerje deri në përfundim të tij në orën 11:52. Dy aktivitetet janë transmetuar të plota pa asnjë anshmëri, siç edhe prej vitesh, organizata ndërkombëtare si OSB Odiri e ka vlerësuar Radio Televizionin Shqiptar për pa anshmëri. Kemi qenë kështu me kryeministrin Edi Rama në takimin e 8 marsit me gratë dhe vajzat. Ndërkohë, do të shkojmë në këtë moment në Partinë Demokratike, atje ku prezantohet programi për fuqizimin e grave dhe vajzave. Të përcjellim fëmijët. Në artikull aludohet gjithashtu dhe për gazetarë profesionistë, të cilët janë afruar me qëllime partijake. Edhe kjo një pasaktësi e qëllimt, pasi gazetarët e redaksisë vijojnë të jenë të njëjtë ndër vite dhe të pandryshuar. Eksperienca dhe vitet e tyre të punës i kalojnë mandatet e një qeverie, por Radio Televizion Shqiptar ngre një tjetër shqetësim. Sulmet nga portalet gjovënse kanë qenë të vazhdueshme në format e presionit dhe prishjes së imazhit të Radio Televizionit Shqiptar. Të sulme kanë nisur kur administrata ka rishikuar abuzimet me fondet dhe i ka ndërprerë ato. Me ndërprerjet e këtyre abuzimeve në tim të Radio Televizionit Shqiptar është hedhur balt me shkrime, opinione pas një fakt, por dashakejse për institucionin publik dhe hera erës kundër titullarit. Radio Televizionit Shqiptar shprehet me vendosmëri se nuk do të preket nga ndikimet e jashtme të formave të gjovënies për të çuar përpara misionin e vet informativ, edukues dhe argëtues. Falenderojmë publikun që na mbështet vazhdimisht dhe kjo duket qartë edhe në matjet e vazhdueshme, veçanërisht në klikimet e rrjeteve sociale të Radio Televizionit Shqiptar si YouTube, Instagram apo Facebook. Radio Televizioni Shqiptar kërkon mirëkuptimin e publikut edhe në rastet kur institucioni sulmohet për këto qëllime personale të një rrethi të ngushtë personash.